Momenti I veçantë I kësaj jave ishte vizita në Vatikan. Dhe ndryshe nga vizitat e mëparshme, kjo vizitë kishte brenda saj edhe një veçori tjetër të paharrueshme, ndalesën në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë, Regina di Albania. Aty ku ruhet shëmbëltyra e Shënmërisë, shkëputur nga muri I kishës së vjetër të Shkodrës në vitin 1467. Asnjë kryetar shteti apo qeveria shqiptare nuk e kishte shkelur pragun e kësaj bazilike, kjo edhe për turpin tim që këtë ndalesë e kuptova si shumë të rëndësishme vetëm së fundmi. Bazilika ka dhe një specifik tjetër. Ajo është një destinacion I rëndësishëm nën kujdesjen e urdhrit Agustinian, që është dhe urdhri I Papa Luanit të 14 apo Leonit të 14. Nëse të mëparshmit I thoshim Gjon Pali I dytë, këtij do t'i themi Luani I 14. Papa Luani 14 apo Leoni 14, ndalesën e parë apo gjën e parë që bëri pasi u zgjodh dhe pasi doli tymi I bardhë mbi Selinë e Shenjtë, ishte pikërisht vizita në Bazilikën e Zojës së Këshillit të Mirë dhe lutja përpara pikërisht atij imazhi të ardhur nga Shkodra. Një tjetër moment emocionues ishte edhe qëndrimi në sallën e pritjes përpara audiencës me Papa Luanin e 14, ku u ktheva mbrapa në kohë. Në po atë sallë, në pritje të takimit të paharrueshëm me Papa Franceskun, pasi ai ishte zgjedhur pap dhe pasi unë isha zgjedhur kryeministër, dhe prej ku u krijua baza e një miqësie të jashtëzakonshme. Një miqësie e cila është një ndër gjërat më të bukura të jetës time. E për këtë arsye edhe homazhi në varin e thjesht, po shumë të bukur të Papa Franceskut, I cili u bë dhe një mik I madh I Shqipërisë, I cili e mbajti gjithmonë vendin tonë në lutjet e tij, duke përcjell mesazhe të vazhdueshme, dashurie, afërsie, respekti, mirësie për popullin shqiptar, ishte absolutisht prekës. Nga ana tjetër, patjetër që ishte me një peshë të veçantë, siç mund të kuptohet, edhe prezantimi me Papa Luanin e 14, një karakter, një natyrë krejt të ndryshme nga Papa Franceskut, por një njeri me një dritë dhe me një mirësi të thellë, me cilin sigurisht që folëm për Shqipërinë, folëm për rajonin, folëm për botën, dhe të cilin e ftova që t'jeti pranishëm në festën e madhe të Komunitetit Katolik, pikërisht për 130 vjetorin e shpalljes së Zojës Këshillit Mirë nga Papa Luani 13, mbrojtësia e Shqipërisë, Regina d'Albania. Nuk e di a do t'jetë mundur, por gjithsesi ftesa u bë dhe Papa u shpreh shumë I interesuar. Në ndërkohë që edhe takimi me sekretarin e shtetit, kardinalin Parolin, ishte pjesë e vizitës, kënaqësi e veçantë, një njeri I rrallë, një personalitet I madh, një njohës I jashtëzakonshëm I punëve të botës, dhe po ashtu një dashamirës I jashtëzakonshëm I Shqipërisë.